Në mbledhjen e dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Prizrenit, ftuar nga kryesuesi i Kuvendit, profesor doktor Semir Krasniqi, mbledhjen me rendin e ditës prej 17 pikash, e në këtë mbledhje ishte edhe nënkryetari për komunitete Furkan Bytyq, kurse prezent ishin 36 kuvendarë, të cilët unanimisht e votuan proces verbalin. Fillimisht kuvendari Shukri Quni propozoi që të ndahen pikat e rendit të ditës për shkak të ngarkesës, e të këtij mendimi ishte edhe Dafina Alishani, e cila kërkoi ndryshimin e rendit të ditës, por nuk u votua dhe rendi i ditës u miratua siç ishte propozuar në KPF. Lidhur me pikën e pyetjeve të kuvendarëve dhe ngritjen e çështjeve të kuvendarëve, ku lidhur me këtë pikë diskutuan kuvendarët Shqipe Shatri, Haziz Hodaj, Petrit Hoxhaj, Karanfil Haxhillari, Selman Sokoli, Seviljal Hapçi, Shukri Quni, Xhengiz Salih, Agim Muçaj, Sevel Kazaz, Edis Abazi, Nerimane Plana, Alban Bislimaj, Ilir Gashi, Dafina Alishani dhe Qemal Krasniqi. Aktualisht ekziston një sensor modern i cili bën matjen e vazhdueshme të glukozës, i cili vendoset në trupin e fëmijës dhe i dërgon të dhënat në kohë reale në telefonin e prindve. Kjo pajisje po mundson prindve gjendjen shëndetësore me përcjellje më lehtë dhe kur ka nevojë ata menjëherë me ndërhy. Po ta bëj këtë kërkesë, jo sot më përgjigj, por studioje mirë, shife mirë dhe të lutem trego se kur mundet më u përfundu rruga kryesore në Gjonaj. Që të ndryshohet sheja e ngasës makinave dhe automjeteve në brendësi të fshatit Vllazhni, sepse shqetësimi i tyre është që të bëhet parandalimi i ndonjë fatkeqësie. Është e vërtetë që me 10 rrugë në lagjën 2 Korriku kanë qenë në gjendje të mjerueshme për vitet e tona. Por tash që një vit e gjys, a e din nga mjerimi në çfarë gjendje janë duke kalu qytetarët e asaj lagje? Lutem kamera, shikoni në komunën e Prizrenit, shkollat tona çush nxehen. Shikoni çfarë nxehmi është. Ai duke po drejtoresh në një shkollë të komunës së Prizrenit në këtë vit shkollor, me çka janë duke u nxeh fëmijët. Ve yakınlarındaki vatandaşlarımızın talepleri için eğitim müdürüne sorum olacak. Ortakol Mahallesi'nde 3-5 yaş grubu için açılması planlanan Drejtori i Shërbimeve Publike, një kërkesë që e kam bën shumë herë, është fjala për te hipetrullit të rruga që shkon për Nashec. Kam bën kërkesë që aty më bëni rreth. Shumë është i nevojshëm sepse tash ajo rrugë është ngarkuar edhe nga ndërtimet e larta që janë bërë aty. Nove školske godine, odnosno pre septembra, ali do dana današnjeg sredstva nisu isplaćene. Këtë brejtje e kam në këtë seancë, pasi që kjo sezon dimnor kaloi, ne e dim që kemi pas një vendim këtu në Kuvendi Komunal për ndarjen e drunve, do thot për familjet dëshmorëve, invalid luktës dhe kësaj kategorie, 3 vite do thot janë janë falenderus, mirë po viti i fundit sigurisht se e dini se edhe pse kanë pas kërkesë të hershme që mos ketë vonesë, ai le që vonesë po dhe nuk u ndon hiç. Bu ödemelerin bir an önce kesilmesini ve güvenlik harcamalarının belediye tarafından karşılanmasını talep ediyorum. Diğer taraftan Motraçı Riyazi İlköğretim Okulu'nda yaklaşık 2-3 aydır fizik kimya dersleri görülmemektedir. Posebno želim da istaknem klizište na putu za selo Donje Ljubinje, koje je u izuzetno lošem stanju i svakodnevno ugrožava sve prolaznike. Mbajtja e ndriçimit publik, para 4 ditësh ishim dëshmitar të një aksidenti para ITP-s në hyrje të qytetit, ku shkak ishte mungesa e ndriçimit dhe shënjezimit. Në të njëjtin vend çdo javë kemi aksidente. Fjala është për tranzitin e ri që është ndërtu. E kam ngritë si çështje edhe mandatin e kaluar, është fjala e sinjalizimit, domethënë një rrugë e cila ka një standard ndërtimit me ishull mes, me 2 shirit për raste emergjente dhe me pas një kufizim të shpejtësisë 50 km/h, unë mendoj që është një kufizim shumë i vogël. Çfarë po ndodh me këtë projekt apo vazhdon rrugicat në lagjën Nën Kala, konkretisht rrugicat në anën e majtë të shkollës së muzikës që shpin drejtim të Kalas janë gati të pakalueshme dhe ka shumë edhe mbeturina
të shtëpive të rënuara edhe rrugicat të dëmtuara që menzi kalohet në për to. Pyetja e parë është a mund të na informoni në lidhje me zonën ekonomike, çështja e cila është bërë prallë në çdo fushat, ku keni mbri për zonën ekonomike dhe cilat janë procedurat që janë në pritje për këtë zonë, edhe sa muaj do të presin bizneset e Prizrenit. Është formu një komision nga kryetari për vlerësimin e dëmeve, deshta me ditë komisioni deri ku ka arrit për vlerësimin e këtyre dëmeve dhe në atë vlerësim a janë marrë parasysh ato prona të cilat janë dëmtu nga vërshimet. Pas ngritjes së këtyre pyetjeve, drejtoresha e arsimit Lulieta Veselaj Kutaj ju përgjigj pyetjeve të parashtruara. Drejtoresha pati një kundërshtim mes kuvendarit Selman Sokoli, të cilin ia kërkoi të jap konkretisht emrin e shkollës, i cili nuk e dha emrin e shkollës për ngrohjen e nxënësve. Dëgjoj Selman, 4 vjetë ke shpif, ke abuzu me këtë kuvend. Të ka fundi mo. Për mu të ka fundi. Për çdo fjalë që ti ki me shpif, unë ty ga me të njërë penalisht dhe se cilin. Ti që tash ki muqu dhe me të regun cilën shkollë janë që ata nxënës që i qiten fotografit. Hajde fol. Cilën shkollë janë nxënësit të cilët që po shpif në shkollat e komunës së Prizrenit nuk kanë nxemjen. Cilat shkolla s'ka pas nxemjen. U krytash. Dhe ki me fol publikisht cila shkollë, cila klasë, në cilën kohë dhe me çfarë të drejtë ti ki mi abuzu fotografit e fëmijëve mbrana institucionit. U kry. Kolegu Selman duhet me na tregu sakt ku është cila shkollë është. Me na tregu cila shkollë është. Nuk ka nevojë me dalë në foltore dhe me fol. Derisa nuk e tregon shkollën. Mund ndodh që në shkollën për nga vi unë ka qeni problem me nxemje. Mirë po problemi nuk ka qenë të drejtoresha. Operatori ekonomike ka marrë të nderin. Ka herë na ki akuzu që na po shpifim, gjithmonë ka dalë e vërteta që është qashtu që ne i thojmë si asamblejës. Gjithmonë. Po kolegu kovendar na shtiu të gjithë dhe më kyç, këtu po e përmend linçimi. Nëse është një person që i linçoj fëmijët, është ky kolegu këtu. Nëse është burr, le të dalë të tregon për shkollën, le të tregon për rastin. Për momentin. Drejtori Islamo Kimiri ju përgjigj pyetjeve të koventarëve, derisa përgjigje tjera do t'ju kthejnë me shkrim si dhe drejtorët e urbanizmit, i bujqësisë, inspektorati i turizmit dhe zhvillimit ekonomik, mirëqenies dhe administratës. Ju përgjigjen pyetjeve të parashtruara, ku pastaj shkohet në pauzë 15 minutësh. Unë do ta shoh si është mundësia dhe do të jap një përgjigje, do të konsultohen edhe me zyrtarët e meja aty në drejtorinë e shërbimeve publike dhe do të jap përgjigjen se çfarë mundësie kemi që të vazhdojmë të asfaltojmë atë rrugë. E di që disa herë kur kam qenë këtu edhe si drejtori i inspektoratit, e di që disa herë është bërë kërkesë për rrugën Gjonej, edhe pse shumë rrugë janë vënë Gjonej, ka pasur edhe projekt veçantë dini edhe ju, janë shumë investime, po për këtë rrugë e di që keni ngrekë shqetësim disa herë dhe besojmë që shumë shpejt do ta merrni përgjigje dhe çdo mundësi që do kemi do ta shtyjmë përpara. Unë do ta urdhëroj zyrtarin tim të komunikacionit që del me ngjarje, do t'ju kontaktoj juve në telefon dhe besoj që nga vendi ngjarjes e shef çfarë mundësi kemi që ndryshojmë atë shenjë. Veç punimet kanë filluar të punohen. Është e vërtetë që para vitit 3 janë bërë disa hapje të rrugëve dhe po për shkak të rreshjeve atmosferike dhe tash me përmirësimin e kohës veç do të vazhdohet punimet aty dhe çdo rrugë që është hap do të përfundoj. E nderuar kuvendare, stadiumi i qytetit për momentin nuk ka leje, kemi kërkuar disa plotësim të dokumenteve dhe jemi tani na kanë plotësuar dokumentet dhe jemi në fazën e shqyrtimit dhe besoj se edhe kryetari dhe na si drejtori kemi pas 2 takime me Ministrinë e Kulturës dhe jemi besoj se shumë shpejt nëse nuk ka ndonjë problem tjetër e lejojmë edhe punimet në stadium. Faleminderit. Ja që svima dati odgovore pismeno ili na e-mail. Dhe po besoj fuqishëm që është njëra ndër prioritetet e kësaj drejtorie që në një periudhë sa më të mundshme të shkurtër të funksionalizohet një zonë e cila është mas e rëndësishme për të gjitha bizneset në qytetin e Prizrenit. Unë me ta marrë detyrën, domethënë e kam vizituar për herë të parë për me e pa nga afër se ku janë punimet. Tash jemi në fazën
e tenderimit të pjesës tjetër të rrethojave dhe nevojave tjera në oborrin e strehimorës, dhe unë po besoj që këtë vit ka me mbyll çështja ka me përfundu puna strehimorës. Jam i informuar se vitin e kaluar, domethënë 2025, nuk ka pas mundësi buxhetore për me realizu këtë ndihmë. Për si vjet jemi të interesuar gjithsesi, mirë po do të shohim mundësitë buxhetore se qysh janë, patjetër vullneti ekziston. Edhe në lidhje me pyetjen e zonjës nga kuvendare e zonja Dafina Alishani se a do të hapet thirrje për subvencionim të nënave Leona, po ashtu edhe për vitin 2025 nënat Leona nuk janë kompenzuar, nuk janë subvencionuar në fakt. Edhe për vitin e tanishëm e kemi vështirësitë financiare që i dini ju rreth përmbaruesve, problemi me përmbarues. Jemi të interesuar me gjithë forma, edhe në momentin që mundemi me gjithë forma, po shpresojmë shumë në rishikimin e buxhetit qershor. Paraprakisht një herë ta shohim buxheti që do të na vjen i miratuar nga parlamenti, po pastaj e kemi edhe një mundësi në rast se na lejohet rishikimi buxhetor nga ana e ministrisë. Qendra Evropa është në menaxhimin e drejtorisë së administratës. Unë personalisht kam vizitu, është mjaft e demoluar. Kam dërguar një ekip për vlerësim të demolimeve të cilat janë, dhe shumë shpejt do të marrim një informat për atje, do të marrim masa më tutje për renovimin e saj. E di që kosti është në pamjen vizuale që unë e kam bërë, është kosto kogje e madhe, po do të shohim mundësitë dhe do të veprojmë. Faleminderit. Liri me ju në çdo iftar.